Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së supës me kos dhe mish pule. Kjo është një nga suprat që ne i përgatisim më shpesh në familjen tonë dhe mund të them është një nga suprat më të shijshme që mund të provoni. Është një supë ideale edhe tani për iftar, por edhe për çdo rast tjetër, qoftë në ditë të zakonshme në familjen tuaj ose edhe kur keni mysafir. Përveç se do shumë pak përbërës, përgatitet shumë thjesht dhe për fare pak minuta. Shumë e përgatisin sipas versionit të tyre, unë sot po ju sjell versionin që është përgatitur gjithmonë në familjen time. Në fillim do të zgjej mishin e pulës. Për këtë në një tenxhere vendosim mishin e pulës. Mund të përdorni krahar pule, mund të përdorni trashe pule, mund të përdorni kofsha, pra si ta keni mishin në shtëpi. Gjithashtu bashkë me mishin e pulës do të shtojmë edhe 3 ose 4 thelpinj hudhre. I vendosim që të zgjejë në zjarr derisa mishi i pulës mendoni që është gati. Gjatë kohës që mishi zjen, her pas here largoni shkumën që krijohet sipër dhe e lini mishin e pulës që të zgjejë deri në atë pikë që ju mund ta shkëputni shumë lehtë, pasi në fund fare mishin do ta coptojmë. Kur mendoni që mishi është zier, në fund fare i shtoni edhe një bulion me erza pule ose me erza perimesh, si të keni dëshirë. Nëse nuk doni ose nëse nuk i përdorni këto bulion, mund të mos i shtoni fare, por unë i përdor pasi e bëjnë supën ose gjellën edhe më të shijshme. Gjithashtu mos harroni të shtoni mishit pulës edhe krip. E lëm mishin e pulës të zgjejë edhe për 10 minuta të tjera, edhe më pas mishin e pulës e largojmë nga tenxheria dhe e vendosim në një pjatë që të ftohet për ta coptuar. Ndërsa lëngun e pulës e lëm në zjarr për të vazhduar me pjesën tjetër të supës. Tek lëngu i pulës do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me miell të tërhetur në një gotë me ujë. Dhe do ta lëm për të zier për të paktën 15 minuta ose derisa ju mendoni që aroma e miellit është larguar. Në këtë pikë në tenxhere do të shtojmë edhe mishin e pulës, të cilin tani e kemi coptuar, e kemi bërë fije dhe e hedhim në tenxhere. Nëse doni, këtë recet mund ta përgatisni edhe me mish pule të pa coptuar, siç e kam coptuar unë në këtë video. E hedhim edhe mishin e pulës dhe e lëm që të marrë val së bashku me miellin. Do ta lëm edhe për 15 minuta të tjera, ose derisa të shikoni që supa ka marrë trashësinë që ju doni. Mirë është që ta hiqni kur mendoni që supa ka marrë një trashësi mesatare, pasi duke qenë se supa ka miell, me kalimin e kohës ajo do të trashet edhe më shumë. Kur mendoni që supa është gati, pra ka marrë trashësinë që doni, e fikim zjarrin. Edhe tani në një tas shtojmë 4 ose 5 lugë gjelle me kos të trash. Te kosi do të shtojmë pak nga lëngu i supës që kemi edhe do të fillojmë ta trazojmë me një pirun derisa masa të bëhet homogjene. Do të shtojmë lëng derisa masa e kosit të fillojë të hollohet. Veprojmë në këtë mënyrë që kosi kur ta hedhim tek gjella të mos na pritet. Kur masa e kosit është gati, e hedhim të gjithë në tenxhere. Dhe tani tek supa do të hedhim vezën. Për këtë në një tas hedhim një të verdhë veze, të cilën e përziejmë me lëng limoni. Lëng limoni mund të shtoni sipas dëshirës, unë kam përdorur gjysmë limoni. E përziejmë mirë të verdhën e vezës me lëngun e limonit dhe më pas vezën e hedhim tek supa që kemi përgatitur.
Pasi e hedhim vezën dhe e trazojmë mirë, supën e vendosim edhe 2 minuta në zjarr të ulët fare. Mos e hapni zjarrin më shumë, pasi nëse e hapni më shumë, supa do t'ju pritet. E lini vetëm 2 minuta në zjarr, edhe më pas supën e keni gati për ta hequr. Tani është gati që ta servirim në përpjata. Megjithatë, përpara servirjes, mos harroni që të skuqni pak gjalp me piper të kuq. Kjo është edhe mënyra se si është servirur gjithmonë në familjen time kjo supë. Pasi gjalpi i skuqur me piper të kuq i jep një shije edhe më të mirë kësaj supe. E hedhim në përtasa dhe sipër e servirim me gjalpin e skuqur. Kjo është një nga suprat më të shijshme që u do provoni për familjen tuaj. Shumë e quajnë paçe, shumë e quajnë çorb, shumë e quajnë supë ose gjellë, por di t'ju them që është një shije fantastike. Do të bëhet pjesë e pandarë e recetave tuaja që përdorni për familjen tuaj, por gjithashtu mund ta përgatisni edhe tani për iftar dhe jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Shumë prej jush e di që e përgatisni në familjen tuaj, ndërsa për të tjerët që nuk e përgatisni, po sugjeroj që ta provoni. Kjo ishte edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Nëse ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Kjo më ndihmon mua dhe kanalin tim që të rriten. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Ju uroj muaj të mbar dhe agjërim të lehtë të pranuar. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.